Përshëndetje miq. Sot në gjithçka rreth makinave do të flasim për një nga SUV-ët më të veçantë dhe më të bukur të 10 viteve të fundit. Range Rover Sport viti 2016. Qëndroni në video sepse do të zbulojmë më shumë detaje për sa i përket kësaj makine. Range Rover është SUV që ndryshoi perceptimin e makinave luksoze kompakte. Kjo është një makinë që kombinon luksin, stilin, por edhe komoditetin e saj apo vështirësitë që kanë makinat për off-road, jashtë rrugës, pra që është një traditë e Land Roverit. Por a ja vlen kjo makinë sot pas 9 vitesh të blihet nga ju? Edhe sot modeli i Range Rover ka një qëndrim të fortë dhe duket një makinë shumë sportive, sidomos nëse i referohemi edhe grilës së parakolpit dhe pjesës së fenerëve të poshtme. Në brendësi kemi luksin tipik të Range Roverit me materiale cilësore, me një sedilje shumë të rehatshme dhe në një pozicion shumë të përshtatshëm për të ngarë makinën, pra tipike e Range Roverit. Sigurisht që edhe hapësira nga mbrapa nuk është ndër më të mëdhat, por për një familje të vogël është më se e mjaftueshme. Range Rover Sport ofron më shumë komoditet, izolim më të mirë të zhurmave dhe qëndrueshmëri më të lartë në rrugë, sidomos kur bëhet fjalë për rrugë të vështira që ka edhe transmisionin 4x4, një nga risitë më të mëdha të vitit 2016 e sipër, pra është përmirësimi i ekranit të panelit kontrollit të gjitha opsioneve, pra ku kemi kamerat e parkimit, ku kemi sensorët, kemi dhe kontrollin e shumë opsioneve të tjera si kondicioneri apo radio apo muzika e tjera me radhë. Kemi sedilje me ngrohje, por kemi edhe asistencë gjatë ngarjes. Në aspektin e sigurisë ofron një numër të lartë airbagësh edhe asistencë në ngarje. Sigurisht, kjo e ka bërë këtë makinë që të marri edhe vlerësimet maksimale për sa i përket sigurisë automobilave. Si të gjitha makinat e ditëve të sotme, edhe ky Range Rover Sport ka pikat e saj të dobta, që lidhen me rrjedhjet e shumta të vajit, por shpeshherë edhe të naftës, problemet me filtrin partikular ose DPF-n dhe problemet të tjera që kanë të bëjnë me amortizimin. Por çfarë duhet keni parasysh nëse vendosni të bleni një Range Rover Sport të vitit 2016 e sipër? Duhet dini se kjo makinë nuk i ka shërbimet e lira, por i ka goxha të shtrenjta. Dhe pjesët e këmbimit, sidomos kur janë origjinale, kushtojnë shumë. Zyrtarisht ky Land Rover apo Range Rover, sepse ka motorin e Land Roverit, konsumon 10 deri në 12 litra karburant. Por sigurisht që i tejkalon, sidomos në qytet. Nuk duhet i referohemi gjithmonë shifrave zyrtare që japin prodhuesit sepse janë më të ulta. Sigurisht që kjo nuk është një makinë që është për ata që duan të marrin një makinë që nuk duan të shpenzojnë shumë apo duan të kenë kosto të ulta mirëmbajtje, por nëse e mirëmbani dhe ja bëni shërbimet në kohë, është një makinë që të ofron siguri, por edhe kënaqësi, sidomos në ngarje. Është një nga makinat me stilin më unik dhe një nga makinat që sigurisht ka edhe ajo dobësitë e veta, ka anët e veta negative, por pamja e saj e jashtme është e pakrahasueshme. Po ju, si mendoni, a ja vlen sot pas 9 vitesh apo pas 10 vjetësh që të blesh një Range Rover Sport të vitit 2016-2017? Shkruani në koment për shtypjet tuaja për sa i përket kësaj makine. Dhe mos harroni të bëni subscribe në gjithçka rreth makinave për t'u njohur me eksperienca dhe me makina nga më të ndryshmet. Shihemi në videon e radhës.